Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Administratës Publike në Maqedoninë e Veriut Goran Minçev njoftoi për rritje të pagave në administratë me 40% deri në vitin 2028. Sipas tij, në një dialog partneriteti me sindikatët u arrit një marrëveshje historike përmes marrëveshjes kolektive, e cila siguroi një rritje të vazhdueshme të pagave të nëpunësve administrativ me 40%. Ministri e konsideron si hap të rëndësishëm miratimin e ligjit për udhëheqësit e lartë, duke theksuar se mandati për ushtrues e tyre do të jetë kufizuar në 6 muaj. Siç shtoi, modeli i ri parashikon një njoftim publik, verifikimin e kushteve, renditjen dhe përzgjedhjen e kandidatëve më të mirë, duke lidhur kështu pozicionet e larta me njohuritë, kompetencën, përvojën profesionale dhe integritetin. Gjoba në Maqedoninë e Veriut edhe për mjetet me targa të huaja. Sistemi i qyteti sigurt së shpejti do të mundësojë dërgimin e gjobave edhe për drejtuesit e automjeteve me targa të huaja. Paralajmërimi vjen nga ministri i Punëve të Brendshme Panço Toshkovski gjatë promovimit të fushatës drejtonit të pushuar në pikën kufitare Tabanoz së bashku me ministrin e Punëve të Brendshme të Serbisë Ivica Dačić. Toshkovski u bëri thirrje shoferëve të huaj dhe mërgjimtarëve që kalojnë tranzit nëpër Maqedoninë e Veriut, veçanërisht përgjatë korridoreve 8 dhe 10 që të respektojnë rregullat e komunikacionit. Ministri sqaroi se dërgimi ndërkufitar i gjobave është një proces kompleks, por theksoi se Ministria e Punëve të Brendshme ka përgatitur një zgjidhje e cila pritet të vihet në funksion së shpejti. Zëvendës ministre e transportit dhe lidhjeve në Maqedoninë e Veriut, Kaltrina Zekolli, vlerëson se transporti ajror po shënon përparim përmes investimeve në siguri, teknologji dhe zgjerim të lidhjeve me destinacionet e reja. Mesazhi erdhi gjatë vënies të funksion të sistemit të ri tomografik për kontrollin e sigurisë së bagazhit të dorës. Sipas tij, investimi për 1 milion eurosh e vendos Maqedoninë e Veriut në artën e vendeve që zbatojnë teknologjitë më të avancuara në këtë fushë, duke qenë sistemi i parë i këtij lloji në Ballkan. Në 2 vitet e fundit janë hapur 28 destinacione të reja, ndërsa këtë vit pritet që numri i pasagjerëve të tejkalojë 3.5 milion, duke vendosur si një nyje gjithnjë më e rëndësishme e transportit ajror, deklarojnë nga Ministria e Transportit e Maqedonisë së Veriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Partia Demokratike e Kosovës dënon shtyrjen e radhës së shpalljes së aktgjykimit në rastin e ish-krerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara në Hag. PDK e cilëson këtë vendim si thellim të padrejtësisë, duke shprehur indignaton për shtyrjen e afatit edhe se pas gati 6 vitesh para burgim dhe një procesi disa vjeçar, kjo çështje ka kaluar përtej një vonese procedurale. Zvarritje pa justifikueshme që cënon besimin në drejtësi dhe rëndon padrejtësisht mbi ish-udhëheqësit e UÇK-s, familjet e tyre dhe qytetarët e Kosovës, thuhet në reagimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s i bashkohet kritikave për caktimin e 16 shtatorit si datë për shpalljen e aktgjykimit në rastin e ish-krerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara në Hag. Përmes një reagimi publik, Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s deklaron se caktimi i kësaj date përbën një tjetër raund të poshtrimit publik ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Sipas organizatës, shtyrjet e njëpasnjëshme të maskuara si përgjigje ndaj vëllimit dhe kompleksitetit vërtetojnë atë që është theksuar që në fillim se ky proces është thjesht në shërbim të politikës së Serbisë dhe aleatëve të saj, me qëllim që të ulë në bankën e të akuzuarve luftën çlirimtare, ndërkohë që amniston makinerinë genocidiale të shtetit fashist serb, duke shpëtuar nga llogaridhënia. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.